Vjosa është një ndër ta, është mirë për neve, është mirë për demokracinë në Kosovë, është mirë për shtetin e Kosovës. Zoti Rexha, po tani çfarë ndodh? Mendoni që ka shanse që brenda këtyre 34 ditëve të kemi një figurë konsensuale, qoftë edhe për shfëtuar nga zgjedhjet apo një koalicion të mundshëm me PDK-n mbetet, sepse me DDK-n duket e pamundur, apo zgjedhjet janë rruga e vetme? Po unë bisedoj vazhdimisht me njerëz që janë parafërsisht që kanë ndikim në parti. Do t'ishte marrje dorës parë nëse opozita e lëshon rastin të mos shkojnë në zgjedhje. Këto janë zgjedhjet që ja u ka falë Albin Kurti, edhe opozita është aty për të qenë e gatshme për në çdo kohë për zgjedhje. Tash unë s'do e di juridikisht, ata emra që janë deponuar, ata nënshkrimet që janë dhënë për ata dy kandidat për Konjufcën edhe zonjën Kollçaku, ata nuk mund të tërhiqen mbas. Ata janë dhënë, janë deponuar. Tash i mbetet nëse Albin Kurti bën ndonjë lojë, unë s'bestoj, edhe pse nuk bestoj se ai lëshon pe. Se ti tërhek edhe pse ai është i njoftur se heq dorë nga kauzat, po në këtë rast do të delte shumë çesharak. Po ndoshta në këtë rast do drejtoheshin prapë kushtetuese, sa mund të hiqet dorë nga firma që janë dhënë. Nuk është ai problem kushtetues, ai rregullohet sa e diunë me rregulloret kuvendit. Dhe ai nëse thjesht opozita nuk duhet me mshef arsyen e zgjedhjeve. I ka rasti mirë, Vjosa e ul Albinin diku për 10-15%, me siguri se Vjosa është një Albini dytë, do me thonë ajo kur lufton me të gjitha mjetet. Dhe Albin Kurti nuk i ka tash njerëz të kulturuar të butë sikur që i kishte më herë Bedri Hamzën edhe Abdi Xhikun e pa definuar, cili zinte çka donte, opozitën apo pushtetin, mbeti në aut. Tani ka Vjosa Osmanin e cila është shumë, ajo është pa kompromis. Plus ajo ka qenë presidente për 5 vite, ata dytë kanë informata për njëri tjetrin, kanë edhe informata të ndihshme, të cilat mund ta kompromitojnë njëri tjetrin shumë keq. Prandaj opozitës i ka ardhur një përshtypje, e theni unë në Shqipëri, prej Albin Kurtit dhe Vjosa Osmani ata duhet ta pranojnë xhimin e vet. Qoftë LDK-ja, qoftë si parti, qoftë si e djathta e organizuar, ku ta di unë, për mendimin tim do të ishte mirë nëse bashkohen Vjosa, LDK-ja dhe do ta mbyllja që si e shikoni tani të ardhmen e Vjosa Osmanit në vete, një parti shpejt apo do i mbledh gjitha flukset opozitare? Po ajo Vjosa Osmani me moshë është shumë është e re, është e motivuar për politikë, ka dëshirë që të merret në politikë, që ndalon kurkush atë, është e lënduar sepse kanë keq përdorë, kanë deri me 28 dhjetor ato e ka keq përdorë Albin Kurti, si të gjithë tjerët. Që i keq përdorë, i shtrydh si limon dhe i hedh, po jo gjithmonë mund t'i hedhësh gjithë. Nuk mund ta hedhësh ti Vjosa Osmanin, e cila vetë ka filluar fushatën, shihet se po pritet mirë te qytetarët, po pritet mirë në popull, si një femën e mashtruar, e sulmuar tash në kohëve të fundit prej falangave të Albin Kurtit, prej Deona Mihajlit aty që organizojnë përndjekje, fyrje, kërcënime, e Vjosa nuk është një njeri që ka frikë, nuk është një njeri që dorëzohet, sa më shumë që ta sulmojsh, ajo bëhet më shumë luftarake. E keni menduar për përgatisin rikthimin e dytë në brenda pak kohësh për fushat në Kosovë? Po, unë jam kthyer për një moment se unë kam qenë apartjak për një kohë të gjatë. Por jam kthyer për një moment sepse vërtet e ndija veten të lënduar nga sulmet që u bën Ramush Haradinaj. Kur ja kom pa në lot Ramush Haradinaj, nuk kam mujt me qenë neutral, nuk kam mujt me mbet në Kosovë, edhe pse unë kam qenë din shtabi im zgjedhor, se më kanë thënë atje një komunë të pes, pse atje unë jam i lindur. Edhe pse kam jetuar në Prishtinë, unë kam marrë pjesë në fushat me ato mundësi të mia, edhe pse unë si kritik i gjitha partive, i gjitha nuk jam shumë, nuk mbledh vota, ato e kam ditë. Edhe kudo ku kam shkuar unë në fushat, janë njerëz të gjallë, janë Ali Berisha, ata djem shumë të mirë, komunës 5, me të cilët kam shkuar në fushat, unë askund nuk kam kërkuar votë për vete. Kam kërkuar votë për Albin Kurtin, për Ramush Haradinaj, sepse me të vërtet nëse sulmohet Ramush Haradinaj dhe ai shpallet për Serb, atë ku mbesim në tjerë. Kam shku me ndihmu Ramush Haradinaj, për fat keq unë kam pritur se do të jetë rezultati më i mirë, të jetë 9% me 11-12 deputet, mirë po ishte momenti kur u caktuan zgjedhjet nga Vjosa, 28 dhjetorit ishte vdekje për urs. Zoti Rexha, të falenderoj shumë. Duket si
pjesa më e vrullshme është ajo që vjen përpara. Edhe vera do të jetë vërtet e nxehtë, jo vetëm për shkak të temperaturave, por edhe situatës politike. Falenderoj shumë. Gjithashtu shihemi në Tiranë, Ju falenderit.